Qeveria turke do I kërkojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ekstradimin e predikuesit të fuqishëm musliman Fethullah Gülen. Ky I fundi drejton një vëllazëri radikale fetare, ku shumë antarë të saj janë antarë të policisë dhe të sistemit të drejtësisë në Turqi. Lajmi është konfirmuar nga vetë kryeministri turk Erdogan në një deklaratë për shtyp në Ankara. Erdogan akuzon antarët e vëllazërisë së Gülen që ndodhen në polici dhe në sistemin e drejtësisë se kanë krijuar një shtet paralel për ta rrëzuar nga pushteti. Pas arrestimeve të 17 dhjetorit, kuadër të një hetimi kundër korrupsionit të 10 biznesmenëve, politikanëve të rëndësishëm të partisë së tij dhe 2 fëmijëve të ministrave të ekzekutivit, që më pas u liruan si pasojë e presioneve të shumta, me qindra policë dhe gjykatës janë transferuar apo dhe pezulluar nga postet e tyre. Kur kryeministri Erdogan ndërkohë ka kundërshtuar kritikat e presidentit gjerman Joachim Gauck gjatë vizitës së tij në Ankara një ditë më parë, u shpreh shqetësuar për shtetin e së drejtës në Turqi. Nuk do të tolerojmë që të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të shtetit tonë, u shpreh Erdogan, duke sqaruar se të njëjtin mesazh I kishte përcjell dhe presidenti gjerman. Sipas Erdogan, presidenti Gauck kishte folur pa vend. Ky I fundit u shpreh se ligji I ri që jep më shumë pushtet shërbimeve sekrete është I frikshëm, pasi në këtë mënyrë kufizohet liria e shtypit dhe ajo e shprehjes. Përdorimi I internetit dhe I rrjeteve sociale është reduktuar ndërsa gazetarët pranë opozitës pushohen nga puna ose arrestohen. Erdogan I është kthyer duke I thënë presidentit gjerman se kishte folur në mënyrë të çuditshme dhe se ndoshta mendon se është ende një prift, profesion që presidenti gjerman e ka pasur më parë. Por pavarësisht skandalit të paprecedent në vend, partia Erdogan në pushtet që nga viti 2002 fitoi edhe në zgjedhjet e fundit. Kryeministri turk I mbështetur nga kjo fitore ka nisur një betejë me gjykatën kushtetuese në vend, e cila nuk ka aprovuar disa vendime të marra nga qeveria e tij.